A është wajib vitri? Pra namazi I vitrit. A është wajib, a është detyrë? Dietarët, pra shumica e tyre, janë të mendimit se namazi I vitrit është sunet I fortë. Malikit, Shafiit, Hanbelit, Ebu Jusuf, Muhammed ibn al-Hasan nga Hanefit, pra shumica e dietarëve janë të mendimit se nuk është detyrë, vajib, por është sunet I fortë. Argumentohen me një hadith që transmetohet tek Buhariu dhe Muslimi, ku një burr, pra hadithin e transmeton Talha ibn Ubaidillah, një burr vjen tek profeti alayhis salam dhe e pyet se çfarë është Islami. Profeti alayhis salam, siç kuptohet prej fjalëve të tij, tha 5 namaze gjatë ditës dhe natës. Tha, a kam detyrë diçka tjetër? Tha, jo, vetëm nëse do, pra vullnetare. Po t'ishte vitri detyrë, do t'i thoshte profeti alayhis salam 6, por I tha 5 namaze. Pra ato janë detyrë, ndërsa vitri është sunet I fortë, profeti alayhis salam nuk e linte namazin e vitrit, pra e falte, dhe ne ndjekim hapat e tij. Allahu na bëf prej atyre që I kushtojmë rëndësi sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normal, namazi I vitrit ka mirësi të mëdha dhe të parët tan I kushtonin rëndësi tepër të madhe namazit natës, vitrit. Por nuk është detyrë, është sunet I fortë. Allahu I rujt.